Ju them përshëndetje përsëri. Në studion e dritares më bëriti një personazh shumë interesant, bërritën në fakt disa personazhe që kishin lidhje me këtë që bëjmë ne, me webin që ne kemi, sigurisht edhe me portalin që ne kemi, por dhe më rëndësishme me televizionin live stream që ne kemi. Dhe duke qenë se ne nuk që ne kemi të vetmit, dhe këtë e dinim shumë mirë, po duke qenë se gjithë televizionit po kthehen në formatin që ne kemi, do thotë që ky është më i kërkuari dhe më i pëlqyeri. Ne kemi një simotra dhe këtë e pas kemi në Itali, edhe fal Zotit që arritëm ta kishim Marcian këtu. Me mua sot është Marcia. Salve Marcia. Ciao. Ciao, salve. Grazie per Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën dhe mikpritjen. Një mikpritje tipike shqiptare. Jam shumë e kënaqur që ndodhem këtu sot. Faleminderit ju. Tani do bëjmë kompromisin që unë do flas shqip ndërsa Marcia do flasi në italisht për të bërë pyetjet. Unë do nis me pyetjen e parë fare, dua të pyes pak për televizionin tuaj. Si nisi ideja e ty dhe është e vendosur na tregosh pak më shumë për të? Sì, grazie. Allora, la mia è un'idea che è nata... Atëherë, kjo ishte një ide imja që lindi gjatë periudhës së pandemisë, gjatë periudhës së përhapjes së virusit. Në atë moment unë pata dëshirën për të bërë diçka të re, diçka alternative. Duke qenë gazetare, mu dha mundësia që të hap të televizion në web, që quhet 9MQ. Dhe deri më sot kemi arritur rreth një vit që kur ky televizion është online. Kemi realizuar më shumë se 1550 intervista me bashkëpunëtorë të shpërndarë në të gjithë botën, në Itali, në të gjithë Italinë. Që nga Tenerife dhe duke zbritur më poshtë në të tjerë bashkëpunëtorë nëpër Itali. Perché è Nova MQ? Pse është emri 9MC? 9MQ in Italia significa 9 metri quadrati, ovvero è la dimensione dello studio. Si muove tutto con il virtual set. Ce l'abbiamo anche lì. Infatti vedo che 9MQ në italisht do të thotë 9 metër katror, që është edhe përmasa e studios, dhe gjithçka tjetër lëviz me sete virtual. Por me anë të ekranit i gjelbër ne kemi mundur që të krijojmë studio të tjera alternative, të cilat na ndihmojnë që përmasat të duken më të mëdha. Por në të vërtetë çdo gjë lindi në 9 metër katror dhe të gjitha transmetimet e tjera mundohemi që ne të ruajmë numrin 9, i cili në një farë mënyre dhe na karakterizon dhe na dallon ndryshe nga të tjerët. Come format sempre questo 9 che comunque ci caratterizza e ci distingue. Po i shpjegoja pak Marcias që sinqerisht edhe ideja e dritares kështu ka qenë nisë të jetë një dritare, një ventane, e shpjegova pak a shumë, një dritare mundësive edhe possibiliteteve, mundësive dhe atyre që duan të angazhohen edhe të shkojnë aty. Unë do të pyesja pak për Covid-19, për koronavirusin, për pandeminë, sa ka ndikuar ajo në punën tuaj? Allora, in realtà non molto. Questo perché nel momento in cui è scoppiata la pandemia... Në të vërtetë jo shumë, kjo më tepër sepse në momenti kur ra pandemia, unë pata në studion time 2 persona, por sapo pata këta 2 persona, nisi lockdowni, mbyllja e të gjithë Italisë, një mbyllje që po vazhdon prej më shumë se një viti. Kemi qenë të ndarë në zona portokalli dhe të kuqe, më pas në zona portokalli të gjelbër dhe më pas përsëri në zonë të kuqe. Dhe kur jemi në zonë portokalli dhe të kuqe, ne nuk mundemi as të takohemi me njëri tjetrin dhe kështu në studion time nuk mund të vinte më asnjë i ftuar. Por ashtu siç nuk mund të vini në studion time të vogël, ashtu nuk mund të shkonin as në studio më të mëdha. Dhe kjo në të vërtetë më vendosi në të njëjtin nivel me studio të tjera televizive edhe më të mëdha. Ka qenë një problematik që hasi bota e spektaklit dhe showbizit në televizionin italian, pikërisht bllokimi i artistëve në shtëpi. Kështu artistët ishin më të disponueshëm për të zhvilluar intervista me gli artisti per noi erano più disponibili a fare interviste. Edhe Skype ka qenë një nga ato platformat që është përdorur. Unë do të pyesja pak për dritaren TV. Si ishte lidhja? Me Rudinën u lidhe fillimisht? Sì, con Rudina intanto, anzi voglio ringraziarla perché mi ha dato la possibilità di essere qua e anche di concederci questa intervista. Allora, Dritar TV, che dire, io sono arrivata in Albania... me Rudinën, të cilën duhet ta falenderoj që më dha mundësinë për të qenë këtu dhe për të zhvilluar këtë intervistë. Për Dritare TV, unë erdha në Shqipëri para 5 ditësh dhe munda të kuptoj me shpejtësi këtë popull shumë i pritës.
mund të them shumë gjëra të mira. Kur kam patur vështirësi në rrugë, kam takuar persona që më kanë ndihmuar, po ashtu edhe kur erdha këtu më priti një staf i mirë, i organizuar dhe professionist. Un grande staff ben organizzato e poi dei professionisti veramente grazie Marta. bravi. E dopo la Tirana, pastaj se harrova. Tirana si të duket? Tirana është e bukur? Allora, noi al momento alloggiamo a Durres, però abbiamo fatto 3 giorni a Tirana perché abbiamo seguito il turismo dentale, quindi dall'Italia si spostano verso Tirana. Ne për momentin jemi në Durrës, por po bëjmë 3 ditë në Tiranë për të ndjekur turizmin dental. Shumë persona vinë nga Italia drejt Tiranës për të ndjekur turizmin dental, pasi edhe çmimet janë shumë herë më të arsyeshme në Shqipëri. Por unë në Tiranë pash një dëshirë të madhe për të rifilluar, kam parë një disponibilitet të lartë. Sicuramente Tirana ho visto una grande voglia di ricominciare. Ho visto intanto tantissima disponibilità. Il popolo albanese sarebbe veramente da conoscere tutto perché quello che abbiamo Populli shqiptar duhet njohur me të vërtetë, sepse ajo që kemi parë këto ditë na ka pëlqyer shumë. Kemi vizituar parqe, po ashtu donim të gjenim qendrën e Tiranës, sheshin Skënderbej. Më pas vizituam parqet e liçenin artificial. Con il lago artificiale. Liçenin artificial, po. E poi abbiamo fatto il giro del trenino e abbiamo visto questo la cosa che non ci aspettavamo. Ajo që nuk prisnim ishte gjelbërimi me tepri, një natyrë e lullëzuar dhe parqe lodrash për fëmijë të cilët janë shumë të bukur. Non ce l'aspettavamo. E anche questi parchi giochi che sono molto belli. Parqet I kemi më shumicë në Tiranë edhe pjesa e gjelbërimit. Pyes për një bashkëpunim të mundshëm midis Nove MQ, sì, Nove MQ, dhe Dritare TV. Do ketë një bashkëpunim midis të dyjave, kolaboracione? Volentierissimo. Ok. Vullnetar, po, do të ishim vullnetar për të bashkëpunuar dhe për ne do të ishte një nder I madh. Dhe për ne do ishte gjithmonë kënaqësi dhe Marta, shumë faleminderit. 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 Bravo. Po I dire Dritare TV? Dritare TV. Ok, edhe unë do ta them Nove MQ. Esatto. E tha shumë mirë. Grazie Marta, un piacere. Kënaqësia është e imja, faleminderit. Ne ndoshët edhe mund ta keni këtë intervistë si një pjesë të shkëputur dhe një segment I shkëputur një tjetër live direkt këtu në Dritare TV. Keni parasysh që gjithmonë do kemi këto shkputjet e vogla për cilët e kjo dhe personazhe që na vinë kështu rastësisht në Dritare, por që ne gjithmonë marrim më të mirën për tyre.